Prokuroria themelore në Prizren njofton opinionin publik se ka kërkuar nga gjykata themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit me inicialet MG shtetas turk, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprat penale vrasje e rëndë, vrasja e rëndë ngelur në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve sipas së Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas së kërkesës së prokurorisë, i dyshuari MG më datën 6 maj 2025 rreth orës 5:30 në rrugën Shote Galica në Prizren me dashje privon nga jeta vajzën e tij 15 vjeçare me mjet të mbret thik të llojit bajonet, me qrast të njëjta ndron jetë në vendin e ngjarjes. Me këto veprime i dyshuari ka kryer veprën penale vrasje e rëndë. Po ashtu i njëjti me dashje tenton ta privojë nga jeta vajzën rreth 10 vjeçare, të cilës i shkakton lëndime të rënda trupore, e më pas me po të njëjtën thik e godet edhe bashkëshortën e tij, duke vënë dashje në rrezik jetën e tyre. Me këto veprime i dyshuari ka kryer veprën penale vrasje e rëndë e ngelur në tentativë. Po ashtu i njëjti ngarkohet edhe për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Personi i dyshuar MG gjendet në ndalim për 48 orë nga data 6 maj 2025. Prokuroria themelore në Prizren vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj krimit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin.